mund na tregoni me qartësi se a keni Pyetjet e gazetarëve rreth PDK-s dhe veriut të Kosovës nuk e irrituan sekretarin e kësaj partie, Jakub Krasniqi, por gazetarin Milaim Zeka, që ishte bashkë me delegacionin shtetëror në Kuvajt. E gjitha filloi me pyetjen e Zekës për kryeparlamentarin Krasniqi, duke kërkuar mendimin e tij për Eurovisionin për të ironizuar pyetjet e gazetarëve rreth ngjarjeve aktuale në vend. Mos e po bëhet me pyetje s'ka për Eurovisionin ndoshta më vetë. Bravo. Po çfarë sa interesante do pyetje tjera. Ndërsa Krasniqi e injoroi pyetjen me një buzëqeshje dhe konferenca vazhdoi edhe disa minuta për të nisur më pas spektakli i gazetarit Milaim Zeka me të dalë kryeparlamentari Krasniqi. Nuk pytet asnjëherë kur anë tema për Kuvajt, për Kuvajt. Po qysh dhe bre. Po të li far lupe më bo gazetara, po ma t'ja me. Seriozisht të famë. Kush është lup? Po të më këtë rast ti e fort lup. Se po reagon, seriozisht e kam. Po ku ka në botë, ashtë vizita në Kuvajt i pyet për futbol. Edhe unë me pyet për kondomat, çfarë ngjyra kanë kondomat. Po këto veç Kosovë ki kërkon. Kjo pyet për fondin e fatmirëzimit, e ai tjetër pyet për futboll. Po pse po të vjen note? Pse po të vjen note? Kam kundra se ski drejt konferencë shtypi me pyetje. Unë e kaktoj, po ta mos i zdin se vort kisha thonë. E po për si ta. Por ty kisha thonë këto. Ty pasha zot, me kohën e politikan. Me kohë politikan. E me pyet në njëri jashtë temës, a diçka isha thonë, pas ke probleme seksuale. Po, shumë seksuale, po, që dy det. Nëse më së vazhëm. Më si e famën hamu qka dush. Se me komosh të kësha pëshin shpulla që qyra të të kësha. Për i ma po të famë. Anite, Zhvillimi i sotëm është i paprecedent në skenën e mediave të Kosovës që gazetarët të sulmohen me këtë gjuhë aq banale, jo nga politikani e as nga këshilltarët e tij, por nga dikush që ka rastisur ta quajë veten gazetar.